Do të flasim tani për paqen fiskale. Afati i fundit për të aplikuar është dita e sotme dhe administrata tatimore dje i ka bërë sërish thirrje bizneseve që të aplikojnë, të përfitojnë dhe të jenë paqe me administratën tatimore. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Albert Nasto, kryetar i shoqatës së biznesit të vogël. Zoti Nasto, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit ju. Për ta nisur bisedën, si e vlerësoni fillimisht paqen fiskale parë në këndvështrimin e biznesit të vogël? Është gjithmonë një gjë e mirë kur ndodh një paqe fiskale, do të thotë që edhe ato biznese që kanë borxhe për arsye të ndryshme mund të pastrohen me administratën tatimore apo lokale, dhe gjithmonë është gjë e mirë. Por kjo paqe fiskale ose amnisti fiskale duhet parë me kujdes dhe ka disa shqetësime nga ana jonë, pse ne jemi pro dhe pse jemi kundër, dhe në shpik jemi kundër dhe në shpik jemi pro, por themi që gjithmonë kur mendohet për një paqe fiskale është gjithmonë mirë. Si duhet ishte bërë më mirë, zoti Nasto, përderisa jeni pro dhe jeni edhe kundër? Po, mendimi ynë ka qenë gjithmonë që ka qenë para disa kohësh, kjo nismë ka qenë për amnisti fiskale. Mbasi u kundërshtua nga ne, nga dhomat e tregtisë të huaja që janë në Shqipëri, përgjithsisht se ne jemi shoqata gati më e madhe, nuk e them për mburje, por që përfaqësojmë shumë biznese, dhe dhoma amerikane, dhoma britanike, dhoma gjermane dhe disa dhoma tjera kryesore në Shqipëri kanë kundërshtuar të amnisti fiskale, që atëherë flas. Po. Tani u kthye për arsye të ndryshme, sepse ishte rreziku i pastrimit parave apo rreziku sepse këtu po të vesh një analizë, nuk është biznesi i vogël i cili ka gjoba. Domethënë që ka gjoba dhe duhet i paguaj dhe që duhet pastrohet me institucionet tatimore apo bashkiake lokale. Këtu përgjithsisht sepse ne që ta dimë, biznesi i vogël e pamë dhe e shikojmë përsëri veten të pa përfaqësuar. Pra nuk përfiton biznesi i vogël nga kjo paqe? Nuk jemi në radhë parë, nuk jemi konsultuar. Në radhë të dytë përsëri FMN, Bersh dhe shumë dhe institucionet tjera të financiare kanë kundërshtuar përsëri këtë nismë, si quhet paqe fiskale, por ne gjithmonë, siç e thash në fillim, jemi pro qeverisë, por nuk e di cili grup interesi e ka, duam të dimë që cili grup interesi e ka propozuar këtë projekt ligj, i cili mund bëhet ligj nesër, nga biznesi i madh, biznesi i vogël, apo grupet ndryshme, domethënë kompani shumë të mëdha, apo grupet ndryshme, sepse ai nga dikush në parlament do të propozohet, e kupton? Se atje do kalojnë, atje është tempulli i ligjes, i vendosjes ligjeve. Por themi që cili dhe duhet të ishte transparent një gjë që kush janë këta që nuk kanë si për ne se kush janë, e kupton? Por duhet të dihet qartë, sepse transparenca është kryesorja. Dhe cilat grupe dhe sa të përfshirë jemi ne, sa përfitojmë ne nga kjo amnisti fiskale, ose nga kjo paqe fiskale, si që quajmë tash më së fundi. Zoti Nasto, gjithsesi edhe në bisedat që kemi zhvilluar në studio, edhe me mendimet që kemi marrë nga administrata tatimore, në fund procesit do të ketë një listë të bizneseve dhe do të jetë një proces transparent. Gjithsesi, duhet presim dhe të shohim. Ligji për biznesin e vogël në anën tjetër, si ka rezultuar? Ne kemi diskutuar edhe së bashku më herët, mënyrën se si biznesi i vogël po trajtohet gjithmonë në aspektin fiskal nga administrata tatimore, nga qeveria shqiptare. Jeni në një situatë mirë aktualisht? Situatat gjithmonë kur një vend boshatiset, kur një vend i largohet fuqia punëtore, kur një vend i largohet forca kryesore konsumatore, si që rinia, apo si që janë dhe brezi mesëm, prandaj këtu është vështirë, sepse ne kemi të lidhur jetën, sidomos biznesi i vogël dhe i mesëm, deri në 140 milion që përfshihen lek të vjetra edhe poshtë, quhen bizneset të vogla dhe të mesme, pra që futen përsëri në këtë, themi që hasim vështirësi sepse fundit
ne i kishim këta punëtorë dhe po i largojmë. Një analizë plot sepse i kishim këtu dhe u larguan, kjo duhet parë mirë, sepse unë nuk jam një ekspert, aq i mirë fitë sa të flasë, por duhet i kishim bajtur këtu edhe ne si biznese. Do t'i kishim respektuar më shumë, do t'i kishim paguar më shumë. Pagesa, mirë po dhe ne, kur fillon dhe ne si biznese, kur fillon punë e pagesës dhe ne paguajmë gjitha ato detyrime, kredira që kemi apo detyrime ndaj qeverisë qendrore dhe asaj lokale. Dhe po shikosh, dhe ne kemi vështirësitë tona në drejtim të pagesës, apo në drejtim të se sa unë do të paguaj një punëtor, apo 2 punëtor, apo 100 punëtor, por sa do përfitoj unë nga ky biznes që kam hapur. Nuk themi të pasurohemi për një ditë, por dhe ne duhet mbijetojmë si biznese që të kemi një vazhdueshmëri. Por shikojmë një vështirësi, sidomos fuqisë punëtore. Unë kam folur diku para pak kohësh për çështjen e fuqisë punëtore. Nuk është zgjidhje kjo dhe unë kam folur në cilësinë e përfaqësuesit të shoqatës biznesit dhe duke ditur që kemi një eksperiencë. Ka një paradoks këtu, ne do diskutojmë edhe më vonë me tjerë të ftuar në studio, por gjithsesi, në lidhje me fuqinë punëtore, rezultojnë 68.000 pa punë sot në vendin tonë dhe në anën tjetër kompanitë detyrohen të marrin punonjës nga jashtë. Ka një paradoks, pra të pa punë ka këtu, nuk e di ku është problemi mbase nuk ka një përputhje mes asaj që kompanitë kërkojnë dhe punonjësit ofrojnë, ose mund të ketë arsye të tjera, por gjithsesi potenciali është edhe në vendin tonë, pavarësisht me drejt largimeve që thonë ju. Unë them që si gjithmonë ne shqiptarët, flas fut edhe veten time këtu, e kemi marrë pak kaluar këtë gjë, sepse ky është një trend. Jo i përshtatshëm për ne si biznese, por edhe për Shqipërinë, por edhe për të mirën e të gjithëve që janë sot forca pune dhe që duan të gjejnë një punë, kupton. Pastaj varet se sa kualifikim ka. Kualifikim ka çdo kush nga ne, apo çdo kush nga ata që ne do marrim në për punëra të ndryshme, për ta mbajtur dhe për të dhënë një rendiment në punë që ne thash që mbijetojmë dhe të paguajmë gjithçka në detyrimet që kemi. Pra, themi që këtu është e lidhur njëra me tjetrën, por them që nuk është trend i mirë që nga shumë media apo nga shumë biznese, nuk e kam me mediat, po me bizneset të mëdha, apo me biznese që thonë që ne do marrim që ande, kjo nuk është shenjë mirë për ne dhe nuk na takon të themi që ne duhet marrim nga Bangladeshi, apo nga India, apo nga vendet ndryshme, nuk po ul cilësinë dhe po them, sepse mund themi që janë më të mirat apo punojmë shumë. Jo. Ne jemi një popull vital, jemi një popull që kemi rendiment në shumë vendet të botës, si në Amerikë, si në Gjermani, si në Itali, fqinje, si në Greqi, fqinje, që punojnë dhe me mira shqiptarë dhe japin rendiment. Pra, ne duhet bëjmë një analizë vogël sepse kanë nikur këta punëtorë. Unë them që janë shumë arsye, por them që një arsye kryesore është mos pagesa. Dhe pagat e ulta. Pagat e ulta, por edhe një punëtor që unë ta paguaj, i ardhur nga shkolla, nga bankat e shkollës, apo i ardhur nga diku tjetër dhe vjen diku në një proces tjetër, që nuk do jap rendiment, është se vështirë që unë ta mbaj në punë. Që ne ta mbajmë në punë, jemi realistë tash. Por megjithatë duhen para syet, duhet të flasim shqip, të konsumojmë shqip dhe kjo do jetë shumë e mirë për ne dhe këto trende të tilla që ne do marrim kur ne i kemi këtu dhe duhet i paguajmë dhe të respektojmë çik më shumë, të mos vazhdojmë me metoda komuniste si që ne jemi drejtori, unë jam administratori, jo. Gjithmonë ai që punon për ne është i respektuar dhe ne që punojmë për shtetin, për taksat dhe për familjet tona jemi të respektuar. Pra duhet të kemi një afrimitet, po unë shikoj që disa biznese, disa kompani ka rënë në dorën e disa do më thënë jo me shumë eksperiencë, disa administratorëve jo me shumë eksperiencë. Pra edhe administratorët ka nevojë të trajnohen. Bravo, sepse fundit ne kemi parë Greqinë, e dim shumë mirë si shërbehet, sa mirë, dhe nëse unë si klient apo si biznes kam probleme me një klient, atëherë menjëherë vjen administratori dhe gjithmonë jep të drejtë klientit. Patjetër. Kurse këtu ka raste që kemi dëgjuar në televizion dhe shikojmë që administratori është i pari ai që krijon konflikte me një klient. Po klienti është domethënë nuk kthehet perëndi. Nuk kthehet prandaj duhet kemi shumë kujdes. Unë flas për zona sidomos flas për kafene, restorante,
dhe tjera, por flasë tani edhe për zonën e plazhit, që jemi një zonë e madhe, zonë e turizmit. Flasë që shikojmë ka defekte shumë të mëdha, prandaj lidh me këtë të forcave punëtore që kemi këtu. Por unë jam gjithmonë dhe do t'jem që ne të marrim, të flasim shqip dhe të konsumojmë shqip, do jetë shumë më mirë kjo, sepse fundit edhe ai i Bangladeshit, edhe ai i Indisë, si punëtori i krahut, që vjen, apo punëtori kualifikuar, që vjen këtu në ne dhe punon, dhe ai një ditë do ikse, po se mbajte një vit të tërë në punë, nuk ka mundësi të vijë 2 muaja edhe tiki, e kupton, sepse janë me kosto të gjitha këto gjëra. Prandaj me këtë jam që ne gjithmonë është trend i disa kompanive, jo se është keq, jo se është, por në fundit, ti bëjmë ftesë punëtorit shqiptar që të vi dhe të kemi një transparencë se sa do paguajmë dhe ta paguajmë mirë, jo ta paguajmë dhe të vëmë sa të marrë zarfin në bankë dhe të vend të treqim ato lekët e tjera që ne si kemi thënë, për shembull atje do të thotë me 500 lekë vjetra dhe aty ai do 100.000 lekë ose 200.000 lekë pronari unë apo tjetri që t'ja marrin punëtorit përsëri. Këto vazhdojnë dhe janë jo me kaq zgjerim të madh, por vazhdojnë me kompanitë e mëdha, ka raste ende, kështu që kjo nuk ndikon për mirë në ecurinë e biznesit. Edhe padyshim edhe tek skema e sigurimeve shoqërore, sepse ka më pak kontribute. Ndërkohë, zotin Asto, sipas dhënave të Instat, në vitin 2025 në vendin ton ishin plot 138.000 ndërmarrje ekonomike aktive. I bie një biznes për 17 banor dhe ne dim pjesa më e madhe, rreth 95% e bizneseve në vendin ton janë bizneset vogla, kryesisht familjare. Ose cili është profili një biznesit të vogël në vendin ton? Pra, si përbëhet ai, çfarë shërbime ofron? Po, përgjithsisht, me ne kemi analizuar situatën e biznesit në Shqipëri, përgjithsisht të gjithë biznesit, të gjitha fushave, janë në fushën e shërbimeve, sidomos hotelerive, kafenet, kanë shumë shërbime të ndryshme, për shembull që janë berberana, ka noter, ka lloj aktivitetesh, por më të shumtat janë, sidomos janë rreth 30% e bizneseve është kafeteri. Po, dhe kryesisht janë familjare, apo kanë edhe të punësuar? Po, përgjithsisht, quhet bizneset e vogla quhet nga 1 deri në 4 punonjës, e kupton, janë më shumë familjare, janë më shumë, si ta themi tani, është biznes i vogël. Por nuk është Shqipëria që ka këtë biznes kaq të vogël, domethënë në kaq numër kaq të madh, sepse po të shikojmë edhe Gjermania ka rreth 76% të biznesit e ka të vogël. Sepse dikush do prodhoj dhe dikush do shes. Por nuk është puna sepse ne do shesim produktin atyre kompanive të mëdha që ato i importojnë apo i prodhojnë këtu, e kupton. Pra ne jemi ata që kemi kontakte direkte me konsumatorin dhe kjo është një anë e mirë sepse janë diku, kemi bërë një llogari, janë diku dhe 400.000 të punësuar në biznesi vogël dhe i mesëm në Shqipëri. Sipas analizës ne kemi bërë diku në 105.000 bizneset vogla, sepse në 7% nuk futen shumë se 10.000 biznese ose kompani të mëdha, e kupton, futen më pak. Prandaj po shikosh biznes i vogël, si në bujqësi, si në prodhim, si në fura buke, si në berberana, si në kafeteri, domethënë në të gjitha fushat e jetës, por përgjithsisht kafeteritë e zënë fushën pjesën më të madhe të biznesit. Kjo është. Dhe themi që jemi dhe një pavarësisht se jemi një aset kombëtar i cili fundit krijon vende pune. Nuk është punë e taksave lokale dhe taksave qendrore, mund t'i përmendim pak sa janë të lehta apo të rënda apo informaliteti apo e tjera, apo ngritja e sigurimeve shoqërore apo ndryshimet e shpejta të ligjeve tatimore, që nuk i përshtatet çdot. Pra janë disa, por themi që nuk kemi keq nga vendi, nga ne si Shqipëri, si vend, si ekonomi, si qeveri, që ne kemi shumë biznese të vogla. Për shembull, Amerika ka diku në 80% të Shtetet e Bashkuara. Flasim edhe në vende që kaq përqindje zën, po të shikosh, përqindje të tilla zën bizneset e vogla. Zotin Asto, në aspektin tatimor, trajtohet mirë biznesi vogël në vendin ton, ne dim, deri në 2029 nuk do ketë taksa për biznesin e vogël, është premtimi i qeverisë e cila tashmë është duke u realizuar.
Është një nismë, ne kemi përshëndetur, unë personalisht dhe ne si grup interesi kemi folur që kjo është një nismë shumë e mirë, sepse fundit ne na futën njerë biznese me të fshetë që nga 20 milion lekë të vjetra dhe lartë që një kauë që u mbyllën mbi 25.000 biznese. Sipas nesh, u mbyllën atë kohë që u vu kjo shkallë. Dërsa shkalla deri në 140 milion lekë të vjetra, flasim, e poshtë që futet biznesi vogël, ka lehtësira. Ka shumë lehtësira, sidomos si në taksat qendrore, por edhe në taksat lokale, kupton. Ka shumë lehtësira për biznesin. Dhe kjo u bë një punë shumë e mirë. Për mendimin tonë, ishte një nismë dhe një ligj shumë i mirë, kupton. Mund të kritikojmë qeverisjen apo sa mund të kritikojmë, për shembull, ne jemi me informalitet, shkallën e informalitetit. Sipas Statit është diku në 38% informalitet, që është shumë i lartë. Ne kalojmë, duhet jetë më shumë sipas nesh, se ne jemi në teren dhe themi... Pra realisht është më shumë se kaq. Është më shumë se kaq dhe kjo pse mbahet, nga kush mbahet, dhe themi që a janë të aftë nga paaftësia, apo nga korrupsioni, apo nga, për shembull, si të them unë, që të mos të lesh një biznes në mes të një qyteti sot, sepse bizneset e fshatrave gati kanë mbaruar. Po të shikosh nga 10 biznese në një fshat të madh ishin u bën një, kupton, apo 2. Pra, të gjithë kanë zbritur në qytete, sidomos në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Elbasan, këto kryesisht janë qytete më mëdha. Dhe punojnë edhe në mes qyteteve dhe ky nuk është njeri që një biznes që duket apo nuk duket, ky ai mban hapur çdo ditë dhe i bën një konkurrencë të pandeshme biznesit të tjetër që kanë krah, apo biznesit që ka të njëjtën fushë. Por kjo sasi e madhe, ose kjo përqindje e madhe që e informalitetit është një gjë alarmante. Ne duhet bëjmë një analizë që pse është lënë për korrupsion, për paaftësi. Edhe tatimet zotin Edhe tatimet që nga viti i kaluar ka nisur një aksion, jo vetëm në sektorin e turizmit, por edhe në sektor tjerë, ka nxjerr pagat referencë, duke nisur nga ndërtimi e deri tek mjekësia estetika. Pra, gradualisht kjo është reflektuar, këto nuk kanë qenë vetëm aksione, sepse janë reflektuar edhe në rritjen e të ardhurave dhe në fondin total të ISSH-s. Kështu që gradualisht po luftohet edhe informaliteti. Po ka një tëmet të madhe që mund do t'ja u them këtu në televizionin tuaj, për ata që na ndjekin, sepse drejtoria e përgjithshme e tatimeve pas ka hequr ligjin e daljes në teren të inspektorëve të tatimeve. Analiza do bëhet nga zyra. Po nga zyra informaliteti, prandaj është rritur informaliteti, sepse ne patëm një diskutim të madh në një qytet të Shqipërisë për çështjen e berberanave dhe floktoreve dhe salloneve të bukurisë, të cilat ju është rritur siguracioni, mund t'ju rritet, ose është rritur, deri në 250.000 lekë personit, vjetra flas gjithmonë, se ne biznesi vogël me të vjetra merremi zakonisht, mos na vini re. Na ka ngelur. Pra që kur ne ka ngelur. Po më mirë t'ja shpjegojmë edhe biznesit vogël. Domethënë, janë diku, po çikosh në atë qark ishin rreth 400 diçka, jo 400, por një 300 e ca, nuk e mbaj me të mirë. Ishin në gjithë qarku, është qarku i madh, qarku i Korçës flasim. Dhe ata na thirrën dhe na thanë, sepse janë pjesa jonë, na thanë që ka shumë informalitet. Dhe ne morëm një takim me drejtoreshën e tatimeve të qarkut të Korçës, dhe fundi ishte që ne nuk dalim dot në teren, pa urdhër nga Tirana. Këto urdhë nga Tirana, unë dua të luftohet informaliteti. Unë nuk duhet vetëm krimin ekonomik, por kam ato inspektorët e tatimeve që janë të shumtë në numër inspektorët e tatimeve, për të vesh në tatimet, në drejtoritë e përgjithshme të tatimeve. Drejtoritë e tatimeve janë shumë njerëz që punojnë aty dhe i thamë që si do bëhet. Atëherë do t'i themi drejtorisë, jo, nuk është nevoja, ne i themi vetë drejtorisë përgjithshme, por këto gjëra nuk bëhen me drejtorinë e përgjithshme. Këto gjëra do luftohet dhe ata persona që marrin paguhen nga ne, nga taksapaguesi, jo vetëm nga ne, por nga gjithë taksapaguesit, sepse informaliteti thashësh duket dhe ishte një shqetësim i madh për këtë grup interesi, jo vetëm për informalitetin e madh, por edhe për
edhe për çështjen e rritjes së Zotin Asto, është edhe ana tjetër, sepse kontrolli nga zyra po bëhet me idenë që agjentët tatimor të mos shkojnë tek biznesi fizikisht të bëjnë kontrole, sepse aty mund gjejnë edhe marrëveshje tjera. Prandaj bëhet analiza nga zyra, analiza e riskut dhe pastaj njoftohet biznesi, bëhen kontrole, pra kam përshtypjen që qasja e re edhe me inteligjencë artificiale mund të ketë efekt më të mirë gjithmonë për sa i përket informalitetit, sepse kur shkon tatimori në teren, ne dim mund të gjejë marrëveshje me pronarin. Kjo është ideja e tatimeve. Kontrolli nga zyrat bën e curinë e xhirove të ditës, sepse një biznes sot bëri kaq lek dhe nesër bën më pak apo një muaj nuk bën fare. E kupton shumë mirë. Por ne themi që kjo çështje daljes në teren, sepse fundit tereni është nuk themi që vinin 10 herë në një dyqan para 15 në vitin 2015, e kupton? Na vinin 5 herë, kse 10 herë vajten në një vend që ne dim shumë mirë, vajten tatimorë. Grupet të ndryshme tatimorë që, e kupton, ne nuk themi që të dalin dhe ne jemi ndofta një iniciatorët e mos daljes së inspektorëve në bashkëpunim me kryeministrin, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, mbasi kemi folur dhe kemi thënë jo kështu, dhe ju kemi thënë pse nuk duhet kaq kontrolle, sepse fundit ne biznes jemi, si jemi kriminal. As që kemi ndonjë gjë, dakord, të kontrollohet, akuja të kontrollojë, gjitha inspektoriatet e tjera të kontrollojnë biznesin, por jo në atë mënyrë sa të tremen biznesit ashtë nga institucionet. E qartë, Zotin Aston. Por themi që për ta mbyllur. Duhet në teren që të dalin të kontrollojnë sidomos shkallën e informalitetit dhe korrupsionin. Zotin Aston, ju falenderoj për të lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbarë.